Transparenca, dialogu dhe veprimi janë baza e ofertës së kryeministrit Edi Rama për qytetarët, të cilët prej 40 ditësh mblidhen para zyrës së tij për t'i kërkuar dorëheqjen në një protestë që tashmë e ka tejkaluar kauzën mjedisore kundër projektit turistik në Zvërnec, me të cilin nisi. Zgjidhja nuk mund të jetë ndalo gjithçka sepse them unë. Zgjidhja është verifiko gjithçka, korrigjo atë që duhet korrigjuar, ndalo atë që është në kundërshtim me ligjin dhe interesin publik dhe lejo atë që i shërben vendit. Për të hapur rrugë dialogut, në një intervistë për gazetën italiane Corriere della Sera, kreu i qeverisë bëri edhe një mea culpa duke bërë njëkohësisht dallim të qartë mes qytetarëve që protestojnë në shesh dhe atyre që sipas tij manipulojnë debatin në rrjet. Nëse diçka që thash ka lënduar njerëz të sinqertë që protestojnë nga shqetësimi për natyrën, jam plotësisht i lirë të them se më vjen keq. Për të gjithë ata që e kundërshtojnë, Rama tha se nuk ndjen frikë. Nuk kam frikën nga administrata amerikane, as nga mediat sociale, as nga turma. Kam përgjegjësi ndaj Shqipërisë. Atyre që i kërkojnë dorëheqjen, kreu i mazhorancës ju përgjigj duke i referuar parimeve të demokracisë. Kush mendon se duhet të largohem ka të drejtë të organizohet, të garojë dhe të fitojë zgjedhjet. Kjo është demokracia. Ultimatumi nuk është demokraci. Duke theksuar se në Shqipëri antitrumpistët po përplasin me presidentin e SBA-s, kreu i qeverisë ishte i prerë për faktorët që do të përcaktojnë fatin e projektit turistik në Zvërnec. Kriteri do të jetë vetëm një: ai plotson projekti standardet ligjore, mjedisore, arkitekturore dhe strategjike që meriton Shqipëria europiane. Nëse po, do të vazhdoj. Nëse jo, nuk do të vazhdoj. Pik. Një përgjigje të qartë dha edhe për kërkesat që projekti të ndalet për shkak të reagimit qytetar. Nëse çdo proces ndalet sapo krijohet një stuhi digjitale, atëherë nuk kemi më ligj, ekonomia po institucione. Kemi vetëm frikë, dhe frika nuk është politikë publike. Duke theksuar se protestat i kujtuan lëvizjen studentore të vitit 2018 me shqetësime reale, Rama pranoi se në shoqëri ekziston pakënaqësi. Pensionet janë ende të ulta, shëndetësia ka ende plagë të hapura, pasiguria ligjore nuk ndalet me një ligj. Të rinjt kërkojnë më shumë dhe kanë të drejtë. Kryeministri foli edhe për ndërhyrjet të huaja në këto protesta, duke thënë se histeria digjitale prodhon një imazh të rrem për Shqipërinë, por duke theksuar se tubimet paqësore nuk e cënojnë procesin e integrimit të vendit në BE.